Të nderuar koleg, sot do t'ju paraqes rastin e një hidrocefali të rënd me shfaqje të shpejtë. Pamjet ekografike që shihni janë marrë nga një fetus si gjinis femërore gjatë javës së 31 të shtatzënis, i cili në kontrollin ekografik të kryer 2 javë më parë, pra para këtij, rezultonte në normë. Hidrocefalia në fakt është gjendja, anomalia e sistemit nervor qendror që haset më shpesh në periudhën fetale. Bëhet fjalë për një gjendje të karakterizuar nga zgjerimi i ventrikujve të trurit i lidhur me një çrregullim të qarkullimit të lëngut cerebrospinal. Ka një incidencë që varion nga 0.5 deri në 3 raste për çdo 1.000 lindje dhe shfaq një prevalencë të lehtë të gjinia femërore. Dallohen dy lloje kryesore, një variant obstruktiv dhe një variant jo obstruktiv, që përcaktohet pikërisht nga një bllokim i rrjedhës së lëngut cerebrospinal, ndërsa varianti tjetër, jo obstruktiv ose komunikues, varet nga një përsithje e çrregullt e tij. Në rastin specifik të hidrocefalit obstruktiv, bllokimi mund të ndodhë në nivele të ndryshme, zakonisht prek akuaduktin e Silvios, por ndonjëherë mund të përfshijë edhe daljet e ventrikulit katërt. Megjithatë, më e shpjeshta është pikërisht stenoza akuaduktit ose anomali kraniale posteriore, si Dandy Walker dhe Chiari 2. Në rastin konkret që po shfrytojmë, vërejmë një zgjerim masiv të ventrikujve me përfshirjen e të dy ventrikujve ansor, të ventrikulit të tretë që e shohin këtu, të zgjeruar dhe të dukshëm, por edhe të cisternës magna, pra me një ndryshim në gropën kraniale të pasme dhe një hollim të rënd të parenkimës cerebrale, veçanërisht në rajonin e prekur, arjeto occipitala. Masia maksimale e ventrikulit majt ishte 32 mm, duke krijuar kështu një pamje të hidrocefalisë së rënd, ndërsa ventrikuli ansor i djathtë kishte një masi maksimale prej rreth 32 mm gjithashtu. Ekografikisht, kjo është hidrocefali e rënd, me diametër maksimal mbi 15 mm. Dy format e tjera janë ajo e leshtë, 1,012 dhe ajo e moderuar, 1,315 mm. Në format e rënda, shpeshherë mund shoqërohen edhe me ndryshime të tjera, si në këtë rast të parenkimes me zgjerim të ventrikujve, një hollim kortikal, ndonjëherë makrokrani, të cilën do ta shohim në këtë rast. Faktikisht, mungonte një raport i ndryshuar midis biparietalit dhe perimetrit kaskës. Dhe shenja të qarta shkatrimi e kompresimit të shtresës së trurit. Etiologjikisht, ndërsa pam shkaqjet e hidrocefalisë së strukturuar, në rastin e asaj komunikuese nga riabsorbimi i dëmtuar, kjo varet shpesh nga gjendje si hemoragji intraventrikulare, infeksione kongjenitale, hemoragji subaraknoide ose ndryshime të granulacioneve araknoide. Kjo hyn te shkaqjet e fituara, ku më të shpeshtat janë infeksionet si kompleksi TORC, citomegalovirusi, toksoplazma dhe parvovirusi B11. Ose me bazë vaskulare, më rrallë nga teratogjenat ose barnat. Dërsa kushtet të tjera mund të jenë pasojë e zhvillimit të rregullt të trurit, me bazë disgjenezike, si agenezia e corpus callosum, malformimet kortikale, agenezia dhe hipoplazit cerebelare, ose nga humbja e parenkimës ex vacuo. Në këtë rast, megjithatë, kjo është përjashtuar pasi vlerësimi, le të themi morfologjik i fetusit, ka rezultuar normal si në screeningun e tremuarit të dytë, ashtu edhe në ekzaminimin e mëtejshëm neurosinografik të kryer këtu. Së fundmi, më rrallë, kjo gjendje mund të lidhet me kushte gjenetike sindromike, si që janë aneoploidit, mikrodelecionet ose duplikimet, ose mutacionet monogjenike. Si që kemi përmendur, vlerësimi biometrik i kaskës fetale ka rezultuar normal. Pra, nuk kemi të bëjmë me makrocefali, por me rëndësi është se morfologjikisht hidrocefalia prek edhe ventrikulin e tretë. Si të shohim në këtë rast, përgjatë këtyre prerjeve tërthore të trurit të fetusit, shfaqet një komunikimi drejt për drejt midis brirëve frontal të ventrikujve lateral. Pra, midis tyre, me një pamje që imiton gjendjen e displazisë setooptike. Mungon kaviteti i rregullt i septum pellucidum. Në këtë raste të hidrocefalisë së rënd, duhen kërkuar gjithmonë shenja të tjera të ndryshimeve në sistemin nervor qendror, si agenezia e trupit kalloz, anomali kortikale, të fosa granika posterior ose procese vaskulare, si hemorragji, falsifikime, infeksione apo mikrocefali. Duhet të kërkohen gjithmonë edhe këto. Shenja jashtë trurit, sidomos për të përjashtuar ndonjë gjendje sindromike, që në këtë rast nuk ishte e pranishme.
Në vlerësimin e fosa kranika posterior, vërejmë një trurin e vogël normal për biometrinë dhe morfologjinë, me një cisterna magna që në këtë rast duket e zgjeruar, pra me një diametër maksimal prej 18 mm. Vërejmë se ka një hollim të rëndësishëm të parenkimës në rajonet kortikale, oksipit o parietale, pikërisht për shkak të zgjerimit masiv të ventrikujve. Ne kemi thelluar edhe më tej studimin ton të prerjeve sagitale. Këtu mund vërejmë qartësisht një trup të kallosit i cili është i planishëm me përmasa normale, por me një hollim që vërehet dhe duket, le të themi, mjaft i dukshëm për momentin. Arkeria perikallozale këtu na ndihmon më tej për të identifikuar pikërisht këtë strukturë. Prandaj, në këtë rast e themi se prognoza është ngushtësisht e lidhur me nivelin e dilatimit të ventrikujve, që në këtë rast ishte i rëndë, me mundësinë e përparimit gjatë kohës, ndaj është e nevojshme të monitorohet me ndjekje ekografike, me mundësitë e shoqërimit me anomali të tjera të trurit dhe me llojin e etiologjisë dhe shkallën e dëmtimit të parenkimës cerebrale, që në këtë rast ishte e rëndësishme. Prandaj, rezultati i pritshëm në këtë rast ishte padyshim një rezultat i pafavorshëm, pikërisht për shkak të dëmtimit të mantelit dhe korteksit cerebral. Dhe shkalla e dilatimit të ventrikujve, përveç ndryshimit dhe përmbysjes së gjithë rajonit të ndarjes së përparme. Prandaj, në këto raste, rezultatet neonatale që kryesisht mund priten janë vonesa njose dhe e gjuhës, paralizë cerebrale, epilepsi, çrregullime të sjelljes dhe të nxënit, pra me një aftësi të kufizuar motorike dhe njose të shkallës së moderuar ose të rëndë. Menaxhimi lidhet me monitorimin ekografik, me neurosonografin çdo 2 deri në 4 javë, si dhe me rezonancën magnetike të trurit të fetusit të rekomanduar. Për thellimin gjenetik u ndërtua kariotipi, RCGH i fetusit dhe u përjashtuan rastet infektive, ku paneli doli në rregull. Pacientja kishte kryer screening unë 3 mujorit të parë me një test prenatal jo invaziv me rrezik të ulët. Duhet drejtuar çifti drejt një këshillimi multidisiplinar, përfshir obstetrin, neuroradiologun, neurokirurgun pediatrik, neonatologun, si dhe mbështetje psikologjike. Duke qenë se prezantimi i fetusit ishte cefalik, janë kryer gjithashtu edhe skanime transvaginale, të cilat kanë konfirmuar atë që ishte tashmë e evidentuar. Gjatë vlerësimit me ekografi, edhe rezonanca magnetike e trurit të fetusit e kryer nga pacientja konfirmoi pikërisht diagnozën e hidrocefalitit të rënd bilateral, i cili kishte sjellë si ndërlikim, një qarje të septumit pellutivum, dhe prej këtu pikërisht aspirimi i ndarjes së përparme me komunikim mes dy brirëve frontal me një hollim të rënd të mantelës kortikale, sidomos pikërisht në rajonet parieto-occipitale. Për plotësi, në paraqitjen e rastit klinik, specifikoi që shtatzënia është ndërprer dhe në ekzaminimin makroskopik të fetusit, pra pas lindjes, e vetmja anomali e konstatuar ishte një vendosje e ulët e veshve, e cila natyrisht ka një detektim shumë të ulët. Në ekzaminimin ekografik, për këtë arsye nuk ishte zbuluar gjatë vlerësimit ekografik dhe nga analiza gjenetike e kryer. Nuk u zbulua asnjë aberacion kromozomik në RCGH. Ju falenderoj për vëmendjen.